Një pyetje pak si direkte, a duhet të friksohemi prej xhinëve? سؤال مباشر يعني دقيق. هل ينبغي أن نخاف من الجن؟ لا، أصلي هذا يا هذا مختصر. أكبر. شكرت رمضان يا الله سبحانه وتعالى بين أن الخوف الحقيقي ما يكون إلا منه فقط. الله ما أدريشم قرآن كذا قوشم شارت فريق دود مباز فتم ماضين نتي سبحانه وتعالى. لكن هناك الخوف الطبيعي، أخاف من الأسد إذا هجم علي أو إذا رأيته. është frika e natyrshme, për shembull luani kur sulmon ose kur e shef. Mirë, po nëse jam për shembull ai është në hekura, shembull në kafas, ti normalisht qesh, nuk frikohesh. Luani. وكذلك قد يكون الإنسان في البيت. Nëse je në shtëpi për shembull ndodh një hije e shef ose bjerë diçka, në moment të parë frikohesh, normal, se din e papritshme. Ama kur e kupton se është gjin ose shejtan, atë thua a'udhu billahi minash shaitanir rajim, dhe kur thu këtë lutje ai zvoglohet bëhet shumë i vogël dhe nëse jepi atyve që falesh atë s'ke nevojë mu frigo. Po, da. Ajo që themin atë që nuk ban është që ti më thon unë s'muj me jetu, kam frikë të vazhdueshme për gjinëve, ka të shkoj domethën kam vezvese, i themin atë çish kemi jetu të jetën me këtë shqetësim, me këtë frikë domethën vazhdueshme s'mundesh me jetu. E kjo është e qortuar, është e ndaluar kjo lloj e frikës. E Allah i madhëshëm Kur'an thotë shumë qartë, kurthet e shejtanit janë të dobta. Dhe në ajet tjetër general të përgjithshëm thotë mos u friksoni atyve, por friksoni prej meje nëse jeni besimtar. سيحفظك الله. Dhe thotë Allah i madhëshëm kur ngacmon diçka prej shejtanit, ti kërko stuhim te Allahu. As sa ka njeriu zemrën e lidhur me Allahun, krijuesin e tij, as domethën nuk frikohet prej gjinëve. Po. Më pëlqej shembulli kafazit me luanit. عجبني مثال مع الأسد وهو في الحديد يعني Kur është i lidhsh. إن كان هو سمبان مربوطا أو وراء الحديد فما يمكن يضرك بشيء.